Disa punëtorë të rrjetit të marketeve Kam në mënyrë anonime muaj më parë janë ankuar për punëdhënësin e tyre duke thënë se po paguheshin më pak se sa ishte parapar në kontratat e punës. Sipas tyre, për vjedhje apo humbje të ndodhura në market, ata ndëshkoheshin drejt për drejt përmes uljes së pagës. Pas këtyre ankesave, Inspektoriati Qendror i Punës ka dalë në terren ku ka hasur në shkelje serioze të ligjit. Në disa pika të rrjetit, në një market, nga 10 punëtorë sa ishin gjithsej, 6 prej tyre nuk ishin kontratë pune. Për këto shkelje, kompania është gjëbitur me 1.700 euro. Por shkeljet nuk përfundojnë me kaq. Në një tjetër inspektim, kompania Diambe Kosova është ndëshkuar me 600 euro gjobë për mosmbajtje të evidencave të sakta për orët shtesë, punën gjatë fundjavave dhe festave zyrtare. Sipas inspektoriatit, kompania kishte tentuar të fshijë angazhimin real të punëtorëve. Ndërkaq, një gjobë tjetër prej 200 eurosh është shqiptuar pas një ankese për ndërprerje të njëanshme dhe të kundërligjshme të marrëdhënies së punës. Inspektoriati ka konstatuar se punëdhënësi ka shkelur nenin 15 të ligjit të punës duke mos respektuar procedurat ligjore për largimin e punëtorit nga puna. Edhe pse vendimet e Inspektoriatit të Punës janë të formës së prerë, rrjeti i marketeve Kam ka ushtruar ankesë te Ministrinë e Financave, Punës dhe Transfereve. Nga kjo ministri ka bërë të ditur se ankesa ende nuk është qortuar. Ndërkohë, nga kompania Diambe Kosova kanë zgjedhur të heqin për këtë çështje, pavarësisht se janë kontaktuar nga insajdere.